tregon disa gjëra, tregon që ka mafia shqiptare. Ka mafia, se këtu është bërë debati gjatë, Dita, ka mafia, s'ka mafia. Ka mafia shqiptare, ka mafia simbioz me mafin italiane. Pra, individ shqiptar janë bashkuar me organizatat më të mëdha mafioze italiane. Nga ushtar, kanë kaluar kapiten. Pra kanë kaluar grupet shqiptare, nga banda lokale në... Ka bërë fuzion. Janë shkrirë. Janë shkrirë në një. Ky rast është një grup që është shkrirë me një grup të Sacro Corona Unitas në territor dhe menaxhojnë territorin. Pra, këta kanë marrë detyra nga shpërndarja e drogës, tek eliminimet e politikanëve në jug të Italisë, kanë marrë marrjen e picos, pra marrjen e këtyre rrushfeteve nga lokalet, nga restorantet, nga ambientet ku detyrohen të paguajnë për shkak se ju nevojitet security, ju nevojitet siguri nga këta individ dhe tregon që shqiptarët janë shkrirë me mafin italiane. Dhe ne kemi edhe nga hetimet e mëparshme, të Graterit dhe të shumë të tjerëve, që thonë që Ndrangheta, organizata më e madhe mafioze në botë, i ka quar shqiptarët në Amerikën Latine. Pra, i ka marrë për dorë, i ka quar atje, ju ka thënë këto janë kontaktet, këto janë individet, kështu bëhet brokeri, kështu bëhet lënja e pengut, pra i ka mësuar punën. Dhe shpesh herë ne gjejmë kur goditet një grup i madh italian i Ndrangetas, gjejmë shqiptar që janë nga killera, nga kapiten, nga kupola, nivelet shumë të larta. Dhe sigurisht një pjesë e parave vjen dhe në Shqipëri. Dhe ne dim fare mirë që ata investohen në gjithë territorit. Ka dhe fakt që këtu prej vitesh, dhe është një gjë që nuk bëhet as nga SPAKU, as nga shërbimi informativ, as nga një agjenci, që këtu të kërkuarit në Itali janë në Shqipëri. Strehojnë këtu të kërkuarit në Itali? Strehojnë nga Vlora, Fieri, Durrësi, Tirana, Shkodra, jetojnë këtu. Edhe po t'jap të shifra, janë mbi 1000 mafiozë që janë në territorin shqiptar. 1000 mafiozë në territorin shqiptar? Po. Kaj shumë? Që hynë e dalin... Me çfarë identiteti jetojnë këtu? Me çfarë merren me? Apo jetojnë? Çfarë të duash ti? Nga restorantet, nga shefa kuzhinës, nga bankier, nga shërbime real estate, ka këtu. Po si ka mundësi që nuk i ka paskush? Kjo është marrëveshja që ka politika italiane me politikën shqiptare. Që kanë kokat e politikës italiane. Ti thua është marrëveshje mes politikës, po ku hyn pastaj policia, drejtësia? Sepse këta janë disa teme që nuk thuhen kurrë. Që këtu mbrohen. Që këtu mbrohen. Ne kemi pasur një 2 raste ku killeret italianë... Prit, Karamuqo, një sekundë, se i kuptova çfarë do të thuash, ja do dalim atje. Se Karamuqo do të vërtetoj që kishte të drejtë për daljen apo jo nga lista gri. Një sekundë, falë, dje se do të vazhdosh. Dhe eqja do të bëjmë politik. Se ne juristët nuk bëjmë dakord asnjëherë. Po thuaj, po, është hequr 2023. Po jemi juristë, prapë monitorimi. Monitorimi jemi. Unë po e them që nuk pastrojmë lek dynja. Po monitorimi. Në atë zonë gri, po kemi nga lista e vendeve të Afrikës, e kupton. Nuk jemi si vendet e Afrikës. Pra nuk jemi listë ngri. Pa jemi vend monitorim, nuk jemi. Po në monitorim. Që mos ta bëjmë debat pa fundëm këtë. Prita përfundoj pak Lita atë që po thoshte. Ka një marrëveshje mes politikës, po çfarë bën policia, çfarë bën drejtësia, si mund të jetojnë këtu mes nesh? Tani unë nuk do hyj aq thellë se çfarë bën policia, sepse me vërtet ka ndryshuar drejtimit, po ata shefët e krimeve nuk ndryshojnë kurrë. Janë po të njëjtët që si Karamuqo i di. Ata janë po të njëjtët. Ata që majnë fiet, ata majnë database-in, ata mbajnë njerëzit që i manovrojnë në territor që bëjnë edhe shumë gjëra të tjera. Por ka disa gjëra. Policia italiane, Karabinieri italiane ka kontroll të plot të paktën të shqipfolcëve apo të shqipfolcëve që flasin italisht. Sepse kanë krijuar një software prej vitesh, prej pak më 15 vitesh, nga Fondacioni Ugo Bordoni, që quhet software IDEM, dhe çdo njeri që flet në telefon apo komunikon me zë nga Shqipëria apo në Itali identifikohet në mënyrë automatike. Ka database të posaçëm, quhet sistemi IDEM, i njëjtë nga latinishtja. E kanë dhe për arabët, pra ata që flasin gjuhën arabët, për shkak se kanë aktivizuar për shkak të terrorizmit, po për shqiptarët e kanë shumë të thjeshtë. Dhe këto përgjimet që bëjnë ata ambientale, përgjimet që bëjnë, nuk është se shkon i vend mikrofonin nga poshtë, ata i aktivizojnë telefonin. Telefoni bëhet për gjus.
telefoni bëhet këtu, përgjus? po futet një trojan, infektohet nga Viva Voce, thith të gjithë ambientin dhe e transmeton në një server. Pra përgjon në mënyrë edhe kamerat regjistron, edhe dëgjon, njëkohësisht. Pra Çdo gjë që telefoni arrin të ka një kontroll. Arrin ta bëj këtë. memorizoj ta bëj, ka në dorë. Dhe gjë e fundit që do them është që ka që në 2008 këtu më bëj që bëj italian. mafia Italisë së Jugut i përdor shqiptarët në shumë të në rasteve për statistik. I shet te policia, i shet te antimafia, i shet te karabineria. Si i shet, në ç'kuptim? I shet sepse ata Pra i duan përdor dhe pastaj i shet? po në nivele të ndryshme i shet. Sepse ata duhet të kenë dhe ata statistiket e suksesit në territor, që për shembull në Barleta kapëm një grup prej 15 vetesh. Po. Asociacione mafioze edhe. Dhe normalisht shqiptarët janë ata që e bëjnë burgun tamam në Itali. Kurse italianët edhe se bëjnë nganjëherë. Dhe dini ju sa të burgozë shqiptar ka në Itali? Sa? Ne jemi në vendin e tretë. Kemi qenë vendin e dytë, kemi zbritur tani, kemi pasur 2992. Këtë vit, për shkak të amnistive dhe të daljeve, kemi rreth 2000 veta. Në Itali, shqiptar që bëjnë burgun atje. Dhe mbi 50% janë për trafik droge. Që do thotë që jo të gjithë, këta nuk është se nuk janë të suksesshëm, po këta kapen sepse shiten. Shiten nga, thotë, do kemi 10 vete do i shesim nga ushtarët tanë. 5 italian, 5 shqiptar. Statistikësh, patjetër. Ju jepin informacion, i keni në këtë filan vend, do bëjmë këtë, do kapin e kokainës, nga ato, sepse nga Do shta kapen se Amerika si janë Latine. kaq të sofistikuar lita Jo, sa jo, për mos janë të nga kapur. Amerika apo? Latine, nuk vjen 28 kile. Nga Amerika Latine vjen 10 ton. Kupton? Kur kapet shqiptare me 20 kile, apo me 10 kile, me 5 kile, me 2 kile, me 3 kile, Ajo është për të fshehur këtë 10 tonë, si të shitur pjesa tjetër. Është shitur sepse ajo blendajn. E ka kapur thotë e kapën kuptoj. shqiptare me 5 Muçi kile. atë ty do vi. Po nuk thotë që kapëm tonelatët, si kapin kur tonelatët ata. Ai kuptoj.